Një ish ndihmës sekretar shteti në administratën e George W. Bush thotë se Shtetet e Bashkuara janë bërë pak më pak të rëndësishme në përpjekjet për t'i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë. Deklarata erdhi nga David Kramer, drejtor ekzekutiv i Institutit George W. Bush për Independence Avenue Media me qendër në Washington DC. Fraza ishte se ukrainasit nuk kanë letra për të luajtur. Ukrainasit kanë letra për të luajtur. Ne mund kemi humbur disa nga letrat tona në këtë situatë. Mendoj se Putinit nuk do t'i pëlqente asgjë më shumë se sa tregonte se NATO është një tigër letre. Ndërsa administrata Trump ka përfunduar kryesisht në mbështetjen e drejtpërdrejtë ushtarake për Ukrainën, thot Kramer, Kievi është përshtatur duke punuar më ngushtë me aleatët evropianë dhe duke formuar partneritete të reja në Shtetet e Gjirit. Kramer, i cili argumenton se Rusia nuk i ka marrë kurrë seriozisht bisedimet e paqes, thot se raportet për ndihmën e Kremlinit ndaj Iranit në shënjestrimin e amerikanëve vetëm sa konfirmojnë se Rusia mbetet një kërcënim ekzistencial. Ai gjithashtu paralajmëron se pa garanci të forta sigurie nga SBA-ja, Moska përfundimisht mund ta kthejë vëmendjen e saj nga vendet balltike.